35% nëse votoni PDK-n, 30% LDK-n, 9 apo 10% nëse votoni OOK-n, atëherë nuk jeni me Serbinë. Nëse votoni lëvizjen vetëvendosje, krejt kriminelt që kanë prej gro, fëmi, pleq edhe nonav ja kanë hjek, ja kanë bo operacion fëmin për zxolli, pe i barki, ja kanë myt, ja kanë gju, ja kanë zin të nxere, nëse votoni lëvizjen vetëvendosje, që ata keni me i kthy në Kosovë. Nëse dëni mi pështu Kosovën, pa u kolonizu me shkije qetnik, mos e votoni lëvizjen vetëvendosje, po votoni PDK, LDK, OOK. Ngoni mirë se qevesa e Zotit, nëse votoni lëvizjen vetëvendosje, ka mu mush Kosova shkije se 1 milion Sërb janë të prit, bab gjyshe, 4 gjyshe, 7 gjyshe, mi morë në shtetësin e Kosovës, që ja ka bo ligjin, kur të vici, të mund shumë me ardhë shkijet mu vendosë në Kosovë, në pronat që si kanë pas heqë. Ata më në gjyspresin o bazë, ata dur të në minimojnë më ardhë, mu bo banur të Kosovës, mi morë pensionin e Kosovës, mi morë pronin e Kosovës, edhe aty lista sërbe në zgjedhjet e ashme mas 4 vjetë i fiton 60-70%. Se këta të lëvizje shka janë, ta krejtja që esin listë sërbe. Krejta, që e me lëvizje vetëvendosje, ju garantojmë jetë edhe shkijetja që esin listë sërbe, edhe këta kanë me jaqit listë sërbe, edhe Kosova ka mu bo Sërbi, nëse si hapni sytë që tash me i bo që kaq, i madhe i vogël që numër vlla. Këto nuk janë zgjedhje tash, kjo është referendum, a me Serbi, a pa Serbi. Nëse dëni referendum me Serbi, votoni lëvizjen vetëvendosje, nëse dëni referendum pa Serbi, votoni PDK, LDK, OOK. Nëse su dolin këto fjallë të vërteta, flasim prap masanej. Kaloni mirë.